Ministria e Punëve të Brendshme ka anuluar konkursin për kandidatët të cilët kanë aplikuar për pozitë të zjarrfikësve në brigadën e zjarrfikësve në Ferizaj. Udhëheqësi i njësisë së personelit në Ferizaj, Yusuf Salihu, tha se arsyeja e anulimit është për shkak se komuna ka shpallur këtë konkurs, edhe pse nuk i takon pushtetit lokal të shpallë konkurs për këto pozita. Mirëpo sipas Salihut, komuna ka qenë e obliguar ta shpallë atë. Konkursi është bërë nga komuna e Ferizajt, ndërsa është anuluar nga Ministria e Punëve të Brendshme nga Agjencioni i Emergjencave. Arsyeja pse është anuluar është një marrëveshje bashkëpunimit me këtë Agjencionin e Emergjencave, kështu që ne si komunë i kemi prit ata një kohë gjatë që ta shpollin konkursin, mirë po ata në neon thonë se janë përgjes për njësinë e zjarrfikësve, në anën tjetër pak interesohen për këtë njësi. Kështu që na kemi qenë të obliguar me bën një shkollë e tillë. Mirë po tash Ministria ka bën një kërkesë të tillë, kemi dy kërkesa të Ministrisë. Kemi qenë të obliguar me anullu konkursin, në të ardhmen shiqojmë që do të veprohet. E për këtë konkurs ishte Partia Demokratike e Kosovës në Ferizaj ajo që kishte reaguar. Selim Arevci nga kjo parti tha se anulimi i konkursit nënkupton që PDK nuk ishte reaguar për së koti, por se kishte reaguar duke u mbështetur në fakte. Nuk kem pas domethënë reagim koti apo reagim referencë siç e quan edhe pushteti, mirë po reagimi ynë ishte i bazuar në ligj dhe në rregullore që i ka pikërisht Qeveria e Republikës Kosovës. Në rregullorën që e ka Qeveria e Republikës Kosovës ka theksuar qartë që këtë konkurs duhet ta hap Agjencioni për mbrojtjen e emergjencave apo për menaxhimin e emergjencave, dhe ashtu doli. Agjencioni i dërgoi shkresë kryetarit komunës, që kryetari i komunës nuk është kompetent për hapjen e këtyre pozitave. Gjithashtu skandali tjetër që ishte në kuadër të kontesti është edhe domethënë hapja për 2 persona e konkursit, mirë për pranimi u bë për 3 persona që ishte edhe një nonsens vete. Ndërsa anulimi i tashmë nga ana pikërisht e kryetarit, thamë edhe një herë që e argumentoj atë që ka thënë Partia Demokratike e Kosovës, e argumentoj edhe faktin tjetër, domethënë që Partia Demokratike e Kosovës nuk bën reagime koti, mirë po reagimet e tyre i bazon në ligje dhe i bazon në fakte. Anulimi i konkursit për zjarrfikës u anulua ditë më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa nuk dihet se kur do të shpallet ky konkurs. Sidoqoftë, ky konkurs u komentua mjaft shumë, duke thënë se personat e pranuar ishin militant partijak. Madje u tha se ishte bërë edhe padrejtësi ndaj kandidatëve të tjerë që kishin konkuruar.